Kandidati djathtë për Bashkim Pogradec Eduard Kapri zhvilloi një takim bashkëbisedimi me banorët e Alarupit. Është kënaqësi ime mes jush për problematikat tuaja. Kapri më pas shpalosi programin e tij elektoral. Janë fokusuar që të ketë cilësi të jetës suaj në programin tim elektoral, tha ai. Është kënaqësi të jem përsëri këtu mes jush për të diskutuar problematikat që ka fshati juaj Alarup. Në programin tim janë fokusuar që për të parë një ndryshim, një përmirësim të jetës, një përmirësim në cilësisë e jetës të banorëve, të cilët jetojnë në fshat, vëmendje kryesore i duhet kushtuar, domethënë, bujqësisë dhe blegtorisë. Ku njerëzit kenë mundësi që të marrin prodhime sa më të larta, po njëkohësisht të sigurohet dhe tregu i shitjes së tyre. Dhe në programin tim mendova që për t'i dhënë një nxitje bujqësisë dhe blegtorisë, të kemë mundësi që ndërmjet partneritetit publik-privat, që do të thotë, duke u nxitur nëpërmjet bashkisë, të kemi mundësi të gjejmë dhe biznesmen tregtar për të krijuar vende magazinimi dhe frigoriferimi të produkteve tuaja bujqësore, me qëllim që ai që është fermer të ketë mundësi dhe gjatë tërë kohës të mendojë për të rritur prodhimin e tij. Ndërsa për shitjen bashkia do jenë në dispozicion dhe ndërmjet të një departamenti që ajo të krijojë.